Mirë, jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, do të vjojmë flasim për rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit e sigurisht të pretendimet që vinë nga palë politike, veçanërisht nga Partia Demokratike për manipulim të procesit, megjithatë analistët e vënë theksin edhe tek respektimi asaj që parashikon statuti i Partisë Demokratike në një rast të humbjes së zgjedhjeve, që është dorëheqja e kryetarit, e nga ana tjetër një analizë e brendshme për shkaqet që çuan në këtë performancë, megjithatë shella përpara publicitetit u ndal edhe tek përgjegjësia që duhet kënë liderët e partive aleate të Partisë Demokratike, koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, kanë disa deputet të sigurt në listën e mbyllur, megjithatë liderët kanë performuar krejtësisht të jashtë pritshmërive, madje edhe kreu i Partisë së Lirisë Ilir Metaj mori rreth 8000 vota, duke qenë në listën e hapur të qarkut të Tiranës, pa pasur mundësinë të përfitojë një vend në kuvent në legjislaturën e ardhshme. Shella. Unë doja ta vazhdoja në fakt duke u ndalur në dy partitë kryesore aleate të Partisë Demokratike, pa të cilat asnjëherë kjo e fundit, pra Partia Demokratike nuk ka mundur dot të arrijë të qeverisë. Dhe këto janë Partia Republikane dhe ish LSI e konvertuar në Partinë e Lirisë. Qëndrojmë një sekond tek Partia Republikane. Nëse Partia Demokratike ka 12 vite dhe tashmë do të shkojë 16 vite në opozit, po kaq vite në opozit ka dhe Partia Republikane dhe do të shkojë dhe ajo 16 vite në opozit. Tani, a duhet të mbaj përgjegjësi kryetari i kësaj partie, zoti Mediu, i cili në dijenin time ka qenë dhe interlokutori për të gjetur strategun e fushatës Partisë Demokratike, pra Krisla Civita është një produkt i ndërmjetësimit direkt të zotit Mediu, dhe që në vend që të bëhej Shqipëria Madhështore, u bë Partia Edi Ramës, pra Partia Socialiste dhe Edi Rama u bën më madhështore sa asnjëherë tjetër. Unë mendoj që kaq të duhet mjafton dhe që zoti Mediu mos të ndale një sekond, madje as mos të kërkonte verifikim të votave, se nuk i takon atij të bëj rolin e elefantit apo të luanit në këtë ndërveprim pas zgjedhor. Ai duhet kishte hartuar tekstin e dorëheqjes për të gjitha arsyet e mundshme e para politike, sepse kjo parti vetëm zvogëlohet dhe asnjëherë nuk po mundet dot jo vetë të vijë në pushtet, po as të sjellë Partinë Demokratike në pushtet, dhe e dyta sepse për shkak të angazhimit të tij direkt personal, si thua në një farë kuptimi i solli Partisë Demokratike një premtim që në fakt u verifikua të ishte jo vetëm i pamundur për të, por u verifikua i mundshëm vetëm për palën tjetër. Pra, koha që Partia Republikane të qeveriset sërish nga i njëjti kryetar partie, unë mendoj që ka marrë fund. Po ashtu, ju e preket pak më si për zotin Meta. Meta, Idrisi po ashtu, PVD-ja po ashtu. Me 2000 vota, unë mendoj që ai duhet të rishikojë me patjetër pozicionin e tij. Këta mund të jenë lider që sikur dhe vetëm formalisht duhet ta depozitojnë dorëheqjen, nëse këta janë aleat të frymës apo të mendimit politik të Partisë Demokratike, e cila e kanë statut që lideri me përgjegjësi, unë mendoj që për analogji, pra me rregull treshi këta duhet bëjnë një gjë, edhe sikur vetëm formalisht. Duhet me patjetër që ky proces të fillojë dhe të kapilarizohet. Nuk mund të jenë të gjithë dështak dhe përgjegjësinë e merr vetëm njëri. Përveç nëse kjo përgjegjësi merret kështu në mënyrë të vullnetshme që unë nuk e shoh tek zoti Berisha, që po kërkon me patjetër të marrë përgjegjësinë e humbjes dramatike në këto zgjedhje. E lehtëson pozitën dorëheqja e Berishës në një rast të tillë? Unë mendoj që i pari që duhet hap si parë e dorëheqjeve është kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu. U nis të bënte Shqipërinë Madhështore, bëri Partinë Socialiste Madhështore me produktin apo me kontributin direkt të tij në këtë fushat politike që ishte Krisla Civita. E dyta, unë mendoj që nëse do të flisim për zotin Meta, ati ju afrua gjithashtu të ishte në listën e mbyllur të opozitës, pra të koalicionit për Shqipërinë Madhështore, dhe që një vendim i tij i natyrës politike për të qenë në listë hapur. Unë mendoj që ky vendim politik u verifikua i gabuar. Vetë zoti Meta nuk arriti dot të merrte një mandat, ndërkohë që në dijenin time, 2 në Tiranë dhe 1 në Elbasan, pra Erisa Xhixho, Tedi Blushi dhe në mos gaboj Edmond Axhinasto, do të jenë përfaqësues nga lista. Edhe një në Fier ndjes. Ka të tretin e listës sigurt në Fier LSI-ja. Partia Lirisë. Partia Lirisë. Dolën 4 pasues të zotit Meta dhe vetë ai, ndoshta në kohën që do t'i duhej më shumë të kishte një zë të fortë politik, pra ta adresonte ndoshta edhe çështjen e tij personale nga arena e kuvendit apo nga foltorja e kuvendit, ai nuk mundi dot. Ky është i gabim politik, unë mendoj që gabim politik mund të ketë qenë në vetvete edhe ndryshimi i logos, stemës dhe fizionomisë së partisë ish LSI. E qartë, Shella, po për një llogaritje të të dhënave, Partia e Lirisë ka marrë 26.700 vota,
Për kundrejt 4 mandateve të sigurta në listën e mbyllur, teksa demokrat si Ali Mehmeti me mbi 17.000 vota mbeten jashtë kuvendit. Unë po doni u sjell shifrat që nisma thurje Shqipëria bëhet, ka marrë 70.000 vota dhe kanë marrë vetëm një deputet, po ky është diskutim. Penaliteti që vjen për të vegjit. Po diskutojmë për Partinë Demokratike, aleatat e saj, peshën që u dha dhe në fakt po të shikoni të vendet e sigurta që u morën demokratëve. Unë mendoj që nëse ka një mënyrë për të korektuar opozitën, kjo nuk është hajde t'i bien Partisë Demokratike. Unë mendoj që procesi duhet jetë horizontal, duhet marrë përgjegjësinë e vetë, pasi të bëjë gjitha verifikimet zoti Berisha, sepse e ka të detyrim statutor, por unë mendoj që zoti Mediu, ja ta zëm që vjen një lider i ri. Një lider i ri në një fuqi të vjetër si Partia Republikane aleate kryesore dhe ndoshta në një parti që ka bërë gabime politike në vendimarrjen e zgjedhjeve të fundit si Partia e Lirisë. Nga ana tjetër, unë nuk shoh pra ju të ketë një reflektim nga këto lider politik për shkak të performancës që patën. Nëse këta nuk largohen, çdo proces reformimi në blokun opozitar do të ishte një proces kallp i pabesueshëm, se nuk mund të ketë, e thash edhe pak më sipër, një parti demokratike të rinovuar me aleat të cilët nuk lëvizin nga istikami tashmë prej 34 vitesh, 30 vitesh, 25 vitesh. Që do të thotë që këtu ka një problem serioz. Unë e kuptoj, narrativa mediatike përgjithsisht është që, si thua, kush është më i zëshmi, atij kërkohet llogari, atij kërkohet përgjegjësia. Por nga ana tjetër, në këto zgjedhje, unë mendoj që të gjithë kanë gabuar. Dhe vetëm nëse zoti Berisha do të dilë të thoshte që unë marr përgjegjësi edhe për Mediun, marr përgjegjësi edhe për Ilir Metën, marr përgjegjësi për Idrizin dhe i marr unë mëkatet e tyre, letërin ata po largohem unë. Por kjo përgjegjësi duhet kërkuar dhe gjithashtu kjo përgjegjësi duhet dhënë. Nëse nuk japin përgjegjësi, unë mendoj që ata do ta kenë fatin e tyre politik edhe më të shkurtër se 4 vite. Pasi forcat e reja tashmë që do të kenë dhe prezencë në kuvend, mendoj që do të galvanizojnë më mirë pozicionin e tyre dhe mendoj që ka vetëm një betejë politike për ta, ose dhe për opozitin që mendoj se duhet reformohet, është mënyra se si t'i japim Shqipërisë një sistem zgjedhor i cili garanton barazinë e votës, barazinë e pjesëmarrjes. Qartë, tash mbetet kryesisht në vullnetin e kryesocialistit për ministrit Rama për shkak se ka 83 mandate. I vetmi sistem i ndershëm i cili këtë 70.000 vota për forcat e reja mund t'i përkthente në 7 mandate dhe jo në vetëm një, do të ishte një proporcional i pastër me listat hapura. Nuk duhet ketë listat mbyllura. Këto rezervat kryetarëve që janë 2/3 e totalit të vendeve të kuvendit, duhet pra në vetvete janë një shkelje e barazisë së procesit të votës. E qartë. Dhe për të mbyllur nëse më lëm vetëm një batutë, ne diskutojmë shpesh krimet zgjedhore. A ka krim zgjedhor më të madh se sa kjo formulë që ne kemi në Republikën e Shqipërisë? Shikoni shifrat, ju e thatë. 24 mandate, 4 deputet. 24.000 mandate, 4 deputet. Njëra forcë politike në opozit, një forcë e re, 70.000 mandate, një deputet. Pra këtu unë mendoj që krimi në vetvete, pra krimi më i madh zgjedhor është formula zgjedhore. Amataj, mendoni se kandidatët e listës së hapur të Partisë Demokratike, të paktën ata që patën një rezultat mjaft të mirë, por që nuk mundën të përfaqësohen në kuvend, do të jenë një zë i fortë për ndryshime brenda kampit opozitar? Shiko, problemi është që Partia Demokratike nga lista e hapur në gjithë Shqipërinë kanë nxjerrë 5 ose 6 mandate. Kështu që nëse presim që këta 5-6 të jenë zë... Jo këto mandate, ato që u përfaqësuan mirë, por që nuk janë mandate në kuvend. Ka një parim. Ata që u përfaqësuan denjësisht, por që nuk e kanë mandatin, ata kanë pa fuqinë tashmë për t'i dalë kundër atyre që kanë mandatin. Se duhet kemi parasysh që opozitën e bëjnë ata që janë në parlament. Mund të ketë shumë individ, si zoti Ali Mehmeti, që ka marrë gati 18.000 vota, por është i pafuqishëm ai për të ndryshuar status quo në një partie, sepse aty te partia janë ata që vendosin, ata që kanë kartonin, ata që janë grup parlamentar. Kështu që në këtë kuptim, më shumë gjasa ka që këta persona mund të largohen dhe të shikojnë punët e tyre ose ta gjejnë veten diku tjetër, se sa ka gjasa që këta persona të ndikojnë status quo brenda Partisë Demokratike. Ndërsa, sa i përket pjesës aleatëve, këtu ka një problem, Dafina. Partia Republikane, jam dakord unë që zoti Mediu duhet t'japi dorëheqjen, por zoti Mediu do t'a japi dorëheqjen duke nënshkruar dorëheqjen në këtë krah dhe duke dalë nga ana tjetër të pranojë vetë dorëheqjen e tij. Se këto janë parti me një individ. Unë nuk njoh dhe nuk kam dëgjuar dhe nuk di ndonjë aktivitet që mund të ketë bërë Partia Republikane për ta ditur se a ekziston realisht Partia Republikane? A ka atje më shumë se sa një individ që është zoti Mediu? A ekziston më shumë se një individ apo 2 individ sot Partia e Lirisë? A ka një organizim atje ku ky kryetari shkon dhe bën dorëheqjen? Pra këto janë parti individ.
dhe brenda këtij koalicionit madhështor kishte plot parti të tilla që kishin një person. Pra praktikisht PD-ja ka bashkuar veten me zero. Nuk është se ka bashkuar veten me dikë tjetër për dalë një numër më i madh. 26.000 votat që ka marrë Partia e Lirisë me 4 mandate, janë 4 mandate të hequr personave si Ali Mehmeti ose Jorida Tabaku, të cilëve u desh ta hanin veten me dhëm për ta nxjerrë mandatin.